Nga Zoteknika, kandidati i Partisë Demokratike për qarkun Shkodër Arben Lushej akuzoi pushtetin vendor e qendror se e ka lënë këtë lagjë në arrest, teksa të vetmet vite kur Shkodra u bë kantier ndërtimi ishin ato 2005-2013, ku ndërtuan rrugë, pedonale e shumë investime të tjera madhore për Shkodrën. Partia Demokratike ka një program model. Është i besueshëm sepse nga viti 2005 në 2009 Shkodra ishte kthyer në kantier ndërtimit. Për 4 vite u ndërtuara Bunës, për 4 vite u bë rruga Shkodër-Mariçan, për 4 vite u bë rruga Shkodër-Hani Hotit, Tamara Hani Hotit, Vermosh. Nuk meti rrugë po bënin 4 pedonale në Shkodër. Po Partia Demokratike në 2009-2013 janë investime të dukshme. 12 vjet në qeveri e vind Kresa Shajduti, kriminali, banditi. Të 12 vjet asnjë investim nuk ka bërë Shkodër përveç 2 vjetëve të fundit që kanë marrë lek bashkinë e Gradite, nuk e fituar. Benedi besoj që mërëna bërës një vlejt do të shkojnë bërës, bandit, hajdot, kriminal. Nuk e kanë gjatë, ta janë të hupën. Dhe kur bajnë takimet elektorale, si që bani dhe i Hajduti shqiptarëve, Edi Rama bashkë me këtë banditin e Shkodrës Benet Besin, të gjitha shkollat në metin, fëmijë, adolescentat. Me një mëjt, të rapim një herë mirë rrugën ti kriminalit që këna bështet, dhe të vinë njerëzit e duhen, a e që prej një votë një cili do demokrat. E pagun shtrejnë. Nuk ka bandë në këtë vëma me sa një vërgjim për minister, këtë siguret. Edhe këta që mendojnë me prejkë votën e shqiptarëve, ka siguret se gjenë bje mirit më votë. Kryetarja e Partisë Demokratike Dega Shkodër Eliona Shkreli u ndal tek rëndësia e votës në 11 maj, e cila duhet të jetë për numrin 1 dhe Partinë Demokratike. Arben Lushej, i cili ka një kontribut të madh në Partinë Demokratike, i ka ndaj afër njerëzve që kanë pas nevojë, 6 i kena pa diskutueshëm. Do të thotë 7. Edi Rama këtë rallë absolutisht që jo në Shkodër, por në tonë Shqipnin nuk ka ma vend, për shkak të gjitha gjanave që ka ba të mrapë, sa kuptohet se të mira s'ka pru asnjë në këta 12 vjet. Zoteknika dhe i gjithë Kira si ende vojnë mungesën e infrastrukturës, kanalizimeve dhe ujë të pishëm. Banorët e zonës premtuan mbështetje për Partinë Demokratike në datën 11 maj, që Shkodra të përfaqësohet me numër të lartë deputetësh në parlament.